me deputet të partisë Krimit, kisha vetëm një fjalë. Nuk përfaqësoni popullin, përfaqësoni kartel të drogës dhe krimin në Shqipëri, ju vend në parlament nuk keni. Kaq. Dorëzoni ato mandate, bëhen zgjedhje dhe kjo është e gjithë puna. Nuk mund t'jenë ata, s'ka ata përfaqësor, a e peti që bëhen ata më thopë jo. Të gjitha votat në fletët pa firma, i mirë të vetëm një person që quhet famozja Sara Mile. E kuptuat pra, ka ndodhur gjëra që të nofta treni bulgar është thjesht njëri komponent se duket se ka patur dhe ndërhyrje të tjera shumë më të mëdha. Ata e thash në fjalën e parë që mbajta, ata aty në parlament vjen toja Elvis Doçi, Xhevdet Troplini, Fatmir Troplini, vin pojat, vin karteli i drogës Troplin. Në parlament vin karteli i drogës Gjushit, Shqopës e tjere me radhë. Në parlament vjen karteli i heroinës dhe i kokainës Elbasanit, Suel Çela me lejtnantët e vetë. Pra vin baron të drogës. Kjo është e vërtet e parlamentit që vjen.